Këngëtarët tanë të falosshëm janë pothuajse prezent kudo, qoftë me këngë, videoklipe, albume, fotosesione e intervista të shumta. Po kthehemi para një muaji, gjatë gushtit, shumë prej tyre paralajmëruan se do të paraqesin projekte, këngë dhe albume të reja. Mirë po, asnjëra prej tyre nuk u pa deri më tani. Çfarë po ndodh me to? Ku patën ngecje? Për më shumë detaje ndjekim materialin në vazhdim. Big love. Hey, ti e ke problem. Janë disa qika që po shitën qikat mira. Premtimin a e dhanë para një muaji, e siç po shihet do të kalojnë edhe shumë të tjerë derisa t'i realizojnë ato. Gushti i këtij viti ishte periudha kur shumë artistë do të jetësonin disa projekte muzikore, e në fakt ndodhi e kundërta. Ato projekte mbetën në ajër. 2 javë më herët, Ardian Bujupi publikoi Bum Rakatak, e para se të delte kjo këngë, ai kishte në plan një tjetër projekt, i cili ende është nën hije. Arsyeja e kësaj vonese është se bashkëpunimi me Lumidi dhe Big Ali kishte një datë të caktuar publikimi, e realizimi i 2 projekteve në të njëjtën kohë ishte paksa i vështirë. Edhe nga ana tjetër, Ardiani që i angazhuar edhe rreth 2 kontratave të mëdha, atë me Universal Music dhe me kompaninë 50 Cent. Megjithatë, shpresojmë që kënga Joker të vijë sa më shpejt. Egenta Ismaili u mbeti borxh adhuruesve të saj. Kënga e gati nuk pas ka qenë e tillë për të dalë në muajin e fundit të sezonit veror. Pengesë për realizimin e kësaj kënge u bën mbrëmje të shumta që pati ajo gjatë verës. Angazhimi në 36 koncerte nuk i dha kohë të merrej edhe me krijime të reja. E tash, besojmë që Genta do të jetë e gatshme për të punuar në këngën e re. Njësoj veproj edhe Zajmina Vasjari. Për shkak të angazhimeve të shumta të Florit në mbrëmje koncerte, me që ai ishte parapatja realizoi këngën, nuk pam gjë të re nga ajo, pavarësisht se këtë ua kishte premtuar fansave të saj. Edhe pse kënga nuk doli ashtu siç ishte menduar gjatë verës, dimri po vjen. Ka më shumë se një muaj që po qarkullon për programet muzikore, televizive e gjithashtu në internet, traileri i këngës Ndjenjë Tjetër. E kjo është një super vonesë nga ana e saj. Arsyet e mos lansimit të këngës së re, Dafina nuk i ka bërë me dije, edhe pse punës për këtë projekt i ka hyrë tash e 2 muaj. Me siguri Dafi është duke u marrë me secilin detaj që çdo gjë të jetë perfekt. E ndoshta kjo edhe është arsyeja që Ndjenjë Tjetër ka mbetur ende e pafinalizuar. Edhe Etno Engjujt, me njëherë pas bashkëpunimit me Shela Haxhiraj në Mëngjesi Em, treguan se treshja Etno featuring Lyrical Son e Luana Vjollca shumë shpejt do të sjellën këngën Shqip Dance, mirë po si duket kanë has në vështirësi. Përveç se nuk u publikua akoma, Genc Prelvukaj në një emision televiziv tha se kënga e re do të jetë bashkëpunim në mes Etno dhe Lyrical Son, duke e lënë jashtë Luanën. Lyrical Son, me bashkëpunim të, kthehemi pas një kohë me një bashkëpunim tillë, të natyrës tjetër, gjithçka realizuar të na. Një tjetër këngëtare, Xhira nuk qëndroi pas fjalëve të veta. Pas publikimit të albumit Dimi e Patika dhe lansimit të këngës Deja Vu, ajo mendoi për një bashkëpunim. Evik Popa ishte i duhuri sipas saj. Për punimin e këngës qysh me të bëu për veti, e kishte në plan ta realizojnë edhe me klip. Megjithatë, pas një kohe kënga u publikua në kanalin e Xhirës në YouTube vetëm me tekst. Xhira me sa duket nuk u nda e kënaqur me punën e produksionit që kishte marrë përsipër realizimin e klipit, apo ndoshta asaj ju duk më e arsyeshme që klipi i realizoi këngës Sanet Fleshta. E diçka më shumë na premtoi Nora Istrefi. Një album nga ajo ishte përfolur që një kohë të gjatë. Si duket, projektin më të madh jetësor ajo e realizoi me 2 shtator të këtij viti. Album gjatë vitit 2014 kishte premtuar edhe Leonora Jakupi. Ajo është duke punuar në këtë drejtim, por që ende ka mbetur shumë punë pa u bë. Shpresojmë që albumi i saj të mos e pres vitin e ri.
Kënga Untouchable, e cila për herë të parë u dëgjua në prive festive, nga Blero dhe Loni Gashi, akoma nuk rezultoi me videoklip, ndryshe nga ajo që kishte thënë Blero, se kënga do të dalë në muajin e parë të këtij viti. Nuk i dihet, ndoshta Blero ka menduar për janarin e 2015-s. Ishin këto vetëm disa nga projektet e premtuara, por të parealizuara, të paktën deri tani. Megjithatë, ata kanë kohë edhe 3 muaj.